LSDM-ja opozitare akuzon kryeministrin Kristian Mickovskin se gënjen kur thotë se nuk ka dieni për shtetësinë e paraardhësit të tij Nikola Gruevskit. Bogdanka Kuzeska thotë se kjo është vetëm edhe një gënjeshtër nga ana e Mickovskit, ashtu siç shpreh ajo, gënjeu për kthimin e emrit, për anulimin e marrëveshjes së Prespës, ashtu siç gënjeu se identiteti Maqedonas ishte i kërcënuar. Со месеци СДС сама предупредила. Ka kaluar më shumë se një muaj që kur njoftua se Ministria e Drejtësisë po përgatiste dokumentet e ekstradimit. Qytetarët dëgjuan njoftime se dokumentet po përgatiteshin, se po udhtonin, se procedura për një kërkesë të re ishte duke u zhvilluar. Edhe çfarë ndodhi? Dokumentet nuk u dërguan kurrë. Ajo deklaron se për muaj të tërë LSDM ka paralajmëruar se Nikola Gruevski mban shtetësi dhe pasaporte nga vende të tjera, përfshirë Hungarinë. Një ditë më parë, Ministria e Drejtësisë përmes një reagimi tha pavarësisht të gjitha spekulimeve dhe informacioneve jo zyrtare në lidhje me statusin e tij të mundshëm në Hungari, Nikola Gruevski mbetet shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe është një person që i nënshtrohet vendimeve të plotfuqishme gjyqësore dhe procedurave aktive. Procedura për ekstradimin e tij, shtuan mëtej, vazhdon në përputhje me legjislacionin vendas, marrëveshje dypalëshe dhe konventat ndërkombëtare. Të premten kur u pyet kryeministri nëse ka dieni se Nikola Gruevski ka shtetësi hungareze, ai u përgjigj shumë shkurtimisht, duke thënë se jo, nuk ka informacion.